do në Shqipëri. Me gazetarin e minjohur Robert Papa. Zoti Papa, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Pavarësisht finteve edhe gjysmë deklaratave të Donald Trump, në gjykimin tënd dështoi apo jo telefonata midis Trumpit dhe Putin? Jo, nuk ka dështuar, hapi rrugën e një platforme për bisedat dypalqe. Deri tani nuk ka qenë midis Zelenskit dhe Putin. Fillimisht ai ka folur me Zelenskin, pra kanë rënë dakord. Trump e di që, siç quhet Vlad, është një person i keq, kriminal, ka vrarë. E vetmja mënyrë për ta sjellë në tryezë dhe për të ndaluar killings, vrasjet ku rreth 5000 vet në ditë, është përmes lajkave. Natyrisht që 2 orë nuk janë pak. Duke patur parasysh se është me përkthyes, është 1 orë bisedime. Këtë radhë nuk ka pasur si dikur John Bolton, se zakonisht kur presidenti flet me një homolog tuaj, në pranëni të tij duhet të jetë këshilltari i sigurisë kombëtare. Këtë post e ka Rubio, por Rubio ka qenë me udhtim. Në qoftë se ka qenë tet-a-te, në këtë 1 orë duhet të jenë bërë shumë pazare. Nuk flitet vetëm për Ukrainën, flitet edhe për zona tjera, që nuk thuhen, por Senati ka rreth 70 firma gati për sanksione të ashpra, në qoftë se Putini duket se nuk do të pranojë të tërhiqet lehtë. Ai kërkon të deklarojë një fitore. Pra të marrë disa pjesë të tokave të pushtuara, të mos diskutohet Krimea, të dalë objekti i NATO-s përfundimisht nga, pa ai kërkon që Ukraina të mos ketë fare mbrojtje. Dhe në justifikimi, domethënë ai kërkon që ta glabrojë këtë vend. Trump ka thënë, në qoftë se nuk do të arrijmë në bisedime, unë do të rriqem, nuk është lufta ime. Ajo që nuk shkon është që Trumpi ka hapur rrugën që bisedimet të bëhet në Vatikan. Siç do thoshte Bill O'Reilly këtu, djallin të çosh në Vatikan Putinin, është diçka që e pajmë gjinueshme më parë. Megjithatë, janë 2 persona që jetojnë në realitetet e tyre. Putini është në realitetin kujton se është Bashkimi Sovjetik. Trump vazhdon me pasojat e fushatës, ku pa të premtuar që për 24 orë do të zgjidh paqen. Ka filluar që t'ju lër pak terren edhe europianëve, edhe pse nuk i shikon si forcë për të ulur në tryezë. Pra kërkon ta spostoj nga vetja, e ndjen që Putini kërkon të luajë, ta play presidentin Trump. Paketa me sanksione të ashpra nga Senati do të bënte që Putini ta ndjente dhimbjen, sepse këtë radhë do të vendosen sanksione për vendet dyta dhe treta që blejnë energji, gaz, naftë nga Rusia. Deri tani sanksionet nuk kanë funksionuar realisht. E kuptova. Zoti Papa, përse një takim në Vatikan është thjesht simbolik për të çuar mesazhin e paqes, apo në thojza për të kthyer edhe batutën, vërtet Donald Trump mendon se mund ta nxjerr djallin nga Vladimir Putin duke çuar në Vatikan? Tani Putini është ortodoks, nuk është katolik. Nuk besoj se Putini personalisht do të shkojnë në Vatikan, ashtu siç bëri që nuk shkojnë në Stamboll. Por duke e kaluar në Vatikan, e kalon në një neutrale, domethënë mos ke frikë, nuk jam unë që po të vej presionin ndaj teje. Dhe simbolika është që fut dhe besimin, sado ortodoks me katolik besojnë tek Zoti, edhe pse Putini ka qenë një ish kolonel i KGB-s dhe komunist, të cilët as kanë besuar, nuk besojnë. Është çudi në takimin e parë që ka pasur me Condoleezza Rice, kur ka qenë nën kryetari i Bashkisë Leningradit, Putini mbante një kryq dhe e mashtroi, tha Kondit që këtë e kam nga gjyshja, unë nuk e besova, tha ajo. E kuptova. Zoti Papa, më bëri shumë përshtypje detaji që ju përcollët pak më parë. Thatë Rubio nuk ishte prezent gjatë komunikimit 2 orësh midis Trump edhe Putin. Çfarë kishte më të rëndësishme se një telefonat e tillë, prej kohësh edhe Trump ka ambicien e madhe për të sjellë paqen në Ukrainë. Mos e gjitha kjo ka qenë e planifikuar, pra, është menduar që të zhvillohet kështu dhe nuk ju shqetëson fakti që Trump nuk del, le themi, me arritjet konkrete, po flet në vijat përgjithshme, kemi folur për tregtin me Rusin, se jo mos bëjmë biznes, po edhe ai është gati që të mos ketë gjakderdhje të mëtejshme. Pra, si duhet ta kuptojmë këtë sjellje? Se analizë ftohtë bën të mendoj se nuk është arritur asgjë.
Vetëm Putin po vazhdon që ta fusë në spirale presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk besoj. Një orë bisedime janë folur me detaje. Teknikisht, Rubio nuk ka qenë fizikisht në White House kur është bërë telefonata me atë teletypin e kuq. Por nga ato intervista që kanë pasur me Boltonin, kur Boltoni ishte jashtë Amerike, gjende një zyrë me siguri dhe ai qëndronte paralel në telefon. Mund të ketë ngjarë dhe kjo. Nuk jam i sigurt. Rubio ka marrë një detyrë, një post shumë të madh duke qenë dhe këshilltar i sigurisë kombëtare, ka atë të USAID-it dhe sekretari dhe vazhdojnë që me ç'thot Trump e mbështet. Nga ana tjetër është J.D. Vance. Protokolli e do që presidentit mos tjetë kur flet në telefonat pa këshilltarin e sigurisë kombëtare. Në takimin e Helsinki, gjithmonë sipas Boltonit, ai ka pasur një tetate vetëm me Putinin, ka qenë përkthyesja amerikane dhe përkthyesja ruse. Mbas takimit, Trumpi ka dhënë urdhër përkthyesit që t'i grizë gjithë shënimet e bisedës, por siç thotë dhe ka botuar në libër Bolton, unë bëra një debriefing me të për të marrë dhe ai di shumë nga detajat kur këta dy persona kanë qenë me njëri tjetrin. Natyrisht nuk që nga që letë, sepse Putini kërkon të marrë sa më shumë. Do të vi një çast nga ai Twitteri Vladimir Stop. Pra, Putini e di që nëse vendosen sanksione, do të vuaj shumë. Janë vrarë rreth gjysmë milion thuhet. Vladimir Stop do të jetë duke dalë nga bashkëbisedimi sepse nuk është lufta e tij, apo do të jetë Vladimir Stop, kjo është Iza Kuqe, do të cilësh kështu siç themi ne. Po i tha Stop, tha unë tërhiqem, nuk ka paqe, Evropa është gati për luftë, ekonomia ruse nuk përballon një luftë më shumë se një vit tjetër. Ka pasur dëme shumë të mëdha. Natyrisht që tokat e pushtuara ai kërkon t'i mbaj. Krimen po quhet sikur është e tija. Këta ja kanë dhënë këto visto. Por atë e shqetëson, them unë, kontrata e amerikanëve për materialet e rralla me Ukrainën, se kjo indirekt tregon që amerikanët do të jenë prezent atje. Ëndra e Putinit për të krijuar Bashkimin Sovjetik nuk është reale. Rusia e sotme nuk është Bashkimi Sovjetik. Ushtria ruse nuk është ushtria kuqe. Edhe pse ai bëri një paradë për të kujtuar fitoren ndaj nazizmit, dhe këtu më vjen keq se dhe ne kemi 9 majin, perëndimi ka 8 majin, ne ande vazhdojmë me Varshavën. Ai nuk ka atë forcë, ka pushtetin e vet personal, por ka kontradita, oligarkët kanë pësuar dhe do të pësojmë shumë dëme nga sanksionet. Trumpi do të përdor sanksionet ekonomike, paketa është gati, por unë besoj se një orë bisedime janë definuar shumë gjëra. Dhe Trumpi kur thotë që jam optimist nuk është budallata thotë, sepse nuk do të dali me disfat nga kjo bisedë. Këtu e sulmon shumë e majta, me vdesë fundit. Po, kombëtarja e para. Këtu e sulmon e majta, e sulmon shumë e majta, sepse kanë qenë ato akuza që ata kanë diçka për zotin Trump, për shumë i but me Putinin, pëlqen autokratët, por e vetë një mënyrë për ta marrë në tryezë është duke e lajkatuar dhe duke u sjellë të paktën gjysma e Rooseveltit dikur me Stalinin. Stalini ka qenë më kriminal se Putin. Por përsëri e them që Putini gabon, Rusia e sotme nuk është Bashkimi Sovjetik. Dhe u pa qartë në 2 javët e para administrata e Bidenit dërgoi një avion për Zelenskin, kujtuan se do ta merrnin për 2 javë, tanket mbeten në ato varganin e gjatë, sepse për të qenë realist, ukrainasit kanë luftuar si heronj. Ky është fakt. Zoti Baba, ky është ai momenti kur ne shqiptarët, unë si shqiptar, mendojmë se jemi qendra e botës. A është pasqyruar 11 maj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka pasur komente në lidhje me zgjedhjet në Shqipëri? As pak. Mos duket ta bi unë kur kam qenë për të parë në shkollë këtu në 93-shin, për një vit nuk pash asnjë lajm për botën, vetëm një 30 sekondë kur u zgjot Berlusconi kryeministër. CNN International duhet ketë, po ne nuk e shikojmë këtu CNN International, një kanal ultra i majt, tek Fox News nuk ka, networket shumë pak hapësirë japin në Europës, të jemi realist, dhe vendeve si ne. Madje as zgjedhjet në Rumani nuk kanë ardhur deri këtu. Amerika gjithmonë ka këtë, ka një mungesë interesi në lajmet nga bota,
politika jashtme nuk ndikon tek votuesit amerikanë, është një grup elitar që merret me politikën e jashtme. Shpesh herë na ngatrojnë vendet e Ballkanit, kujtojmë se Shqipëri, Bullgari janë njësoj, nuk ja vlen tysh në ato diskutime. Nuk jemi qendra e botës pa diskutim interesi, por këtë radhë çdo shqiptar duhet ta kenë vënë re që nuk vrapojnë jurikimi me shok të uroj Ramën. Unë kam pasur një mesazh zyrtar nga Departamenti i Shtetit i vetëm datën 15, jemi në dieni për parregullsitë e zgjedhjeve, shqiptarët duhet kishin votuar të pa intimiduar në përputhje me ligjet. Kjo është edhe këtë ma kanë thënë, nuk është nuk është ta kam çuar me mesazh, po deshe mund ta publikosh vetëm ty po ta jap. Dhe më thotë do ta kontribosh një zëdhënës i Departamentit Amerikan. Nuk është off records, pra është në records dhe në përfokusin. Më vonë do ta fuzë. Ky është 15 maj. Po, 15 maj. Mbas zgjedhjeve. Kam tentuar 2 herë, ata në përgjithësi ndaj fokusit përgjigjen. Shpesh herë kam pasur atë off record ku nga pjesë për Jurikim, për Laçivitën. Pra off record është kur të jep një dhënë që ti nuk e boton për të kesh ide, ka diçka që është në education backgrounds. Këtë radhë është kur të thotë thuaje sipas dhënësit, ky është qëndrimi i departamentit. Ne bashkë po të shikojmë ato intervistat që kemi bërë, kemi thënë që po, ky është qëndrimi. Por unë e kam thënë komentin tim, nuk dua të ngrej pretendime, dëshirat pa baza që nuk do të njohin zgjedhjet. Qëndrimi i Departamentit Amerikan është që njohin parregullsitë. Departamenti i Rubies ndryshon nga departamenti i Blinkenit, kjo dihet. Por departamenti është në disarray, ka probleme, do të shkrije 130 zyra dhe byro. Unë do të orvatem të jem fizikisht në një nga briefing, do ta pyes direkt se fati është që zëdhënësja e Departamentit Amerikan ka qenë një gazetare e shquar te Fox News dhe unë kam këtë akses, i atashuar tek media huaj. Dhe do ta pyes direkt. Domethënë çfarë a ka ndryshuar qëndrimet? Domethënë jo vetëm për ne, për Humanin, për këto. Mbase departamenti ka një tjetër matës. Por ajo që thotë që ka thënë Rubio dhe këtë e them, të djathtët duhet ta kenë këtë shpresë, departamenti nuk do të jetë platformë, e ka thënë Rubio haptas për të majtën radikale dhe nuk do të kthehet në platformë për të sulmuar konservatorët, duke ka përmendur Humanin, ka përmendur disa vende, ne jo. E një situatën a nuk e një, nuk mund ta them. Por Rubio është një senator që ka qenë gjithmonë kundra radikalëve të majtë, ka një risi, Byroja e Europës ka një shef të ri, i cili vjen nga bota e biznesit, nuk është diplomat, do të ketë shumë ndryshime, do të largohen 700 diplomat, nuk ndihet jurikim, kanë filluar disa emërime graduale, disa ambasador kanë kaluar, shumë jo, është ajo përplasje në Senat midis demokratë dhe republikanë. Për shembull, i ati i Kushnerit, me pompozitet u caktuar ambasador në Paris, nuk kanë ngjarë asgjë. Krushku tjetër greku libanez Dulos mori një ofiq të madh si i dërguar i lindjes, nuk e ka marrë asnjëherë me vete. Trump është Trump. Që Shqipëria të arrite Trump nuk është aq e lehtë. Por e kemi thënë bashkë me Lasivitën, me Manaforten, ata janë njerëz që kanë aksese. Dhe unë nuk mund të them dot që ata nuk e kanë shuar këtë shqetësim. A e çojnë dot ligjërisht, nuk janë të regjistruar si lobist. Nuk lejohet. Por një telefonat tek personi me shumë fuqi, siç është Suzy Wiles, shefja e kabinetit, mund të bëjë që për disa çaste vëmendja të vi nga ne. Unë kam pasur fatin të kontaktoj me personalitetet e departamentit në 97-98 dhe në atë kohë Albright thoshte që është shumë e vështirë që çështja shqiptare të vinë në tryezën e sekretarit të shtetit. Vetëm me problemet të mëdha si 97-ën, ne ishim të pranishëm çdo ditë. Nuk jemi qendra e botës. Po shkon nëpërmjet kontratave të lobimit ama. Jo, me kontratat e lobingut nuk është e lehtë shkosh te sekretari i shtetit. Ai që cila është arsyeja që bëhet? Lobingjët, ata kanë thënë, në Key Street janë 2000 lobistë. Kështu funksionon ky vend. Janë billions dhe më shumë janë për korporatat. Çohet në për media, domethënë, në qoftë se kërkon të kesh akses te sekretari i shtetit, po të jesh i suksesshëm, të botosh te New York Times, Washington Post, në Fox News ke shkuar. Unë mbaj mend kur patar Pjetër Arbnori
Newt Gingrich dëgjoi disa nga ç'po ndodh jashtë dritares dhe i thash janë disa shqiptarë që protestojnë për Kosova Republik. Mu kthye më tha, Robert, pagonin $100,000, merrni një faqe New York Post, Washington Post dhe ne të gjitha shikojmë. Kështu funksionon Amerika. Por kanë këto $100,000. Ju në Shqipëri keni. Ky është komunikimi i parë mbas zgjedhjeve të 11 maj, doja një opinion nga ana jote. Diska fishi nuk adds up, domethënë ti të marrësh 52% dhe ke 83 deputet, pra ke përfituar 12 mandate, kjo është vjedhja për mua. Ke përdorur administratën në mënyrë masive, skandaloze me diasporën. Por problemet janë shumë të mëdha. Megjithatë, po të shikosh, edhe Rama ka rënë me numrin e votuesve brenda Shqipërisë, realitet, por më shumë ka rënë PD-ja. Është kafshuar nga këto partitë e vogla që dashje pa dashje kanë kontribuar tek fitoria e Ramës, është e drejtë atyre dalin. Sistemi është skandaloz, duhet ndryshoj. Më reale është rezultati në Tiranë ku PS-ja është 47%, në mos gaboj. Në asnjë vend në Europë nuk kemi parti me 52%. Unë kam thënë disa komente dhe kam gabuar duke thënë që në Ballkan vitet. Jo, nuk vjetet në Kosovë, nuk vjetet në Ish Maqedoni edhe në vende tjera, nuk e di në Serbi mbase. Ne vazhdojmë në një cejtnot të madh. Nuk është normale që të kesh dikë që ka 12 vjet dhe të rizitet për 16 vjet. Demokracia do të kuptojë që votat të prodhojnë rotacion, por nuk jam rotacion për rotacion. Në Shqipëria duhet të ketë kufizim mandatesh, të shpëtojnë nga dy akra, dhe ajo që unë e them me bindje, duhet një reformim të sistemi partive politike. Ilir, Trump nuk është kryetari i Partisë Republikane. Obama nuk ka qenë kryetari i Partisë Demokrate. Askush nuk e di kush është kryetari i Partisë Republikane apo Demokrate. Këtë lloj partish na duhen në Shqipëri, nëse duam të shikojmë sistemin amerikan. Lideri është tjetër, kandidati për president kanë këta, por Rama me 84 mund ta ndryshoj kushtetutën, mund të kemi dhe aty republikë gjysmë presidenciale ose presidenciale, por me këtë sistem dhe diaspora nuk prodhoi mandate. Po të shikosh, edhe pse ishin 200.000 vota, me gjithë problemet skandaloze, nuk lëvizën. Pra, me këtë sistem, që nga e kot që të votoj diaspora. Qartë. Kuptova. Zoti Baba, faleminderit. Por e fundit, nuk besoj se Rama qëndron shumë se një vit, mendimi im. Mbetet për të parë, shumë janë ata që mendojnë kështu. Përshëndes, faleminderit. Të shumtët kanë drejtë. Mirupafshim. Kudo në Shqipëri.